nisim atëherë me mbledhjen me dyert të mbyllura në Këshillin e Imunitetit, pra ku SPA kërkoi arrestimin e Belinda Ballukut dhe deklaroi se ajo rrezikon deri në 35 vite burg. Dhe nga ana tjetër, ashtu si thash, mazhoranca sinjalizoi se nuk do ta votojë kërkesën. Mendoni se do të bllokohet arrestimi i Belinda Ballukut për arsye politike pavarësisht rëndimit të akuzave që janë ndaj saj tashmë? Para kësaj unë duhet të bëj një parantezë. Çdo njeri që ka vjedhur të ardhmen fëmijë të atij vendi duhet të ballafaqohet me drejtësinë, pa përjashtim se kush është apo nga kush mbrohet. Sepse në një libër të tij Adam Smith thoshte, libri quhet Nacionet dhe rikecat tyre, shtetet dhe pasuria tyre. Thoshte që përveç paqes dhe krahas paqes, taksat e ulta, shteti duhet të ketë edhe një aparat gjyqësor administrativ të saktë. Që të shkoj ashtu siç duhet. Përndryshe, kjo është një ndër 3 pika themelore që Adam Smith citon në librin e tij për një marrëvajtje të një shteti. Kështu që për sa i përket Ballukut, unë besoj që kam përfshi këtu, Balluku duhet të ballafaqohet me drejtësinë deri në detaj, për çdo gjë. Dhe të shohim, fjalën e ka drejtësia. Ndërkaq, zoti Mërturi, prokurorët kanë pretenduar se Belinda Balluku ka intimiduar dëshmitarët më datën 20 nëntor të vitit 2025 dhe ndërkaq se persona të tjerë kanë ushtruar presion në emër të saj. Nëse provohet, zoti Mërturi, se dëshmitarët janë kërcënuar për llogaritë të saj, ndryshon kjo krejtësisht të gjithë natyrën e çështjes që po hetohet ndaj saj? Absolutisht po, kjo është shumë e rëndë të intimidosh prokurorët, është një vepër jashtëmase e papranueshme për një republikë demokratike siç ne pretendojmë të jemi. Absolutisht po. Ndërsa rrjedh. Është qartë. Por ndërkaq, mendoni se e gjitha kjo përbën një skem të organizuar presioni që rëndon sigurisht drejt për drejt përgjegjësinë e saj? Po patjetër, e agravon situatën edhe më tej për mendimin tim, edhe kjo, jo për mendimin tim, po për mendimin me ligjit, sepse është bërë nuk shumë me ligj qofse ti influencon edhe ndikon mbi provat materiale dhe mbi aq më tepër që intimidon prokurorin. Ndërkaq, zoti Mërturi, SPA ka pretenduar se ekziston edhe rreziku për prishjen e provave dhe për ndikimin e tij nëse Belinda Balluku do të mbetet e lirë. Mendoni se mjafton masa e pezullimit nga detyra për të garantuar integritetin e hetimit në gjithë këtë fazë tashmë? Absolutisht jo, çdo kush që ka shkelur ligjin kushtetuesin ton, që kemi aq perëndimore, që duhet t'i bazohemi, që nuk duhet t'a ndryshojmë, absolutisht. Jam kundër çdo lloj prekje të kushtetuesit. Duhet të ballafaqohet me ligjin, dhe vetëm me ligjin, në bazë kushtetues. Nuk mundesh ti që të vish për një 4 vjeçar dhe të ndryshosh nga aja kushtetuese e Shqipërisë. Absolutisht jo. Është e papranueshme. Si shpjegoni faktin, zoti Mërturi, që rreziku prej 10 vitesh ishte në fillim, tashmë çështja ka arritur në nivel penal kaq të rënd, pra në 35 vite burg? Dëgjoj, kjo punë është neve ju dini që një shoqëri, një person, një shoqëri është fajtor kur bën diçka, por është fajtor edhe kur nuk bën diçka. Ne si shoqëri jemi pak fajtor që nuk bën diçka me kohë, edhe pse ishte vështirë, sepse është aq mirë mërthyer çështja, aq mirë mërthyer sistemi sa nuk është. Po njeriu është fajtor edhe kur nuk bën diçka. Këtë duhet të them. Kështu që njerëzit nuk duhet të rinë indiferent, as pak.
A pritet zoti Mërturi që hetimet të zgjerojnë të gjithë përgjegjësi për zyrtarët të tjerë që kanë firmosur apo menaxhuar proceset pra sa i përket tunelit të Llogaras, por dhe hetimet për 7 lotët e Unazës së Madhe? Unë uroj që të vazhdoj hetimi deri në detaj, deri tek centi i fundit, sepse vërtet ato janë gjaku shqiptarëve, janë taksat e shqiptarëve, janë taksa paguesit të ndërshëm të atij vendi. Dhe unë uroj dhe besoj që deri në centin e fundit të bëhet hetim. Sepse ç'është du, sepse kështu ndërtohet një shtet demokratik. Përndryshe bëjmë favoritizma, majtas djatase, ku pas. Kemi pasur Shqipërinë me një kurrë demografik jashtëmos, sepse njerëzit e ndershëm edhe që nuk duan të përlyhen për arsye të karakterit të tyre, dhe duan të jetë vazhdojnë ikun, marrin ato valingje, çantat dhe ikun. Siç e shihni, kjo është një plagë shumë e madhe që nuk do t'i rikuptohet në herë Shqipërisë. Pikë demografike. Dhe një nga arsyet është kjo, sepse njerëzit janë ose duhet të jesh mik shok me filanin ose ndryshe nuk pin ujë. Meritokracia është s'ekziston fare. Pak meritokraci. Pak në klasën ato. Qartë. Se i përket vendimit të Kushtetutës, zoti Mërturi, e cila u nda pra ashtu se dim 4 vota dhe 4 tjera për rastin Balluku, duke lënë në fushë pra pezullimin nga detyra se i përket Balluku. Mendoni se gjitha kjo e komplikon të gjithë situatën, vendimin që do të marrë kuvendin nesër për arrestimin e saj? Po, 4, ajo e kalon si hap, thosh, edhe unë pse do dëshira që t'ishte 8-0, që asnjë mos voton te. Po gjithsesi ja kalon kuvendit. Ta shohim sa proshent, sa të ndërgjegjshëm të jenë ta parlamentarë të votuar direkt nga popull. Dhe sa për zemër e kanë dhe sa ndjeshmëri kanë për pasuritë e këtij vendi. Nëse do shikohet. E qartë. Ndërkaq, zoti Mërturi, socialistët kanë paralajmëruar se masa e pezullimit është mjaftueshme për Belinda Ballukun dhe se nuk do ta mbështesin arrestimin ndaj saj. Mendon se gjitha kjo rrezikon të krijojë ndoshta një përplasje të drejtë për drejtë pra mes kuvendit dhe SPAK-ut nga ana tjetër? Përplasja tashmë është kuvendi dhe pjesë të qeverisë kryesisht po intimidojnë SPAK-un që në fillimet e tij. Edhe kjo, ajo është evidente, kallohet çdo ditë që SPAK-u po kalon në vend që të ndihmohet nga disa pak nga një pjesë e mirë, vetëm po e vështirësojnë punën e SPAK-ut. Kështu që unë mendoj që nesër uroj, se nuk e di çfarë do ndodhë, uroj që të thrasin mendjes, zemrës për ata persona që i kanë votuar, kështu mos krijojnë më precedent që të ripërsëritet e njëjta histori. Ndërkaq mendoni jetë gjatë. Korrupsioni është plagë e madhe. Të gjitha vendet kanë korrupsion. Por ne kemi një mas të jashtëzakonshëm. Kjo është për ta keq. Kjo bën që njerëz të mirë, njerëz të duhur, njerëz të sinqertë, njerëz që vërtet do në ndëun të ikun, të largohen. Sepse disi nuk bajnë, nuk merren. E nga ana tjetër, që unë uroj që nesër të ndodhë ajo që është e duhur për qytetarë shqiptar, për popullin shqiptar. Ndërkaq, zoti Mërturi, prokurorët gjithashtu kanë deklaruar se në mbledhje se hetimet tashmë janë në fazën më intensive dhe se mund të ketë edhe sekuestrime të tjera dokumente sa i përket rastit të zonjës Balluku. Mendon se do të sjellin këto veprime ndoshta edhe prova të reja që mund ta ndryshojnë të gjithë balancën politike në votimin që do të bëhet në kuvend në datën 5 mars? Unë besoj që jo. Besoj që tashmë dihet se si kanë shkuar gjërat, tashmë dihet sa miliona euro, tashmë dihet çdo gjë. Unë dua tani që të bëj objekt një person apo një person tjetër, por qeveria e Edi Ramës është në rënjësi për problemin. Edhe uroj që qytetarët ta kuptojnë të edhe të aktivizohen sa më parë, që të zbresin e shesh, që jo çdo gjë që përket ata
Po çdo gjë që përket çdo shqiptar duhet i përkatësh çdo shqiptari, duke pa që me përtërsimin e pronave, që me ujin, që me minierat, që me rastin e Durrësit, Pastirit e kështu me radhë. Unë uroj që provat të jenë sa më të shumta, ashtu siç kanë vazhduar deri tani, uroj që mos ketë është prova treme që influencojnë, ndikojnë e provat që janë deri tanishme. Të vazhdoj dënimi. Vazhdoj dënimi. Kështu duhet jetë. Vole shqiptarët, vole Shqipërinë, vole ilaçet e fëmijëve, vole të ardhmen e shqiptarëve. Duhet dënohesh. Çfarë mendoni se do të ndodhë, zoti Mërturi, nëse kërkesa për arrestimin e zonjës Balluku do të rrezohet? Në një vend normal, me gjitha këto unë sot pasha vendi që kishte edhe gazetat e tjera kishin thënë që nga ato gjermane, austriake, franceze, që se vend kryeministri dhe ministri e infrastrukturës. Unë italiane në një vend normal do kishte pas paktën zgjedhje para ku është marrë një qeveri teknike. Një vend normal. Po në një vend si këtoj ne jemi mësuar që derisa ta them popullor që shkoj gjaku deri ngu që unë s'jam pak për këtë çështje, për këtë zgjedhje, nuk ikun nga karrikja. Kjo është problem. E qartë. Por nuk ka. Po në një vend normal do kishte dhënë ndërheqje zëvendës kryeministri, ministri, kryeministri. Sepse Shqipëria nuk është aty, Shqipëria është shqiptar. Shqiptarët do të aksojnë, shqiptarët do të vendosin kush duhet ta drejtojë. Gjitha të skandale, unë mendoj që e uroj që së shpejti të ketë një qeveri teknike dhe zgjidhje parakoshme. Por çfarë do të ndodhë, zoti Mërturi, nëse kërkesa për arrestimin e zonjës Balluku do të rrezohet? Që të dalin shesh, sepse nuk është e vërteta. E vërteta është ndryshe. E shikon rrugë si bashkë me njëra mas tjetrës. I shikon urat. E shikon skandalet që dalin. S'keri drejtar pa dalë, s'keri minister, s'as minister. Pa u përfshin skandale. E shikoni se çfarë ndodh në atë vend. Shpërtar keq. Se nuk ka një deg që nuk është prek. E pranaj. Sot opozitën, zoti Mërturi, nga ana tjetër, si e shihni? Të shpërndar, të shkërmoqur, të shpërndar në shumë copa. Unë, para sa mundem, do ju bëj thirrje që të bashkohen gjithë, të bashkohen me flamurin kombëtar. Tali shesh, jo luftën, unë nuk jam për luftë, as për djegje, plaçkitje, thyrje, këto gjërat jo, absolutisht jo. Ne jemi një vend demokratik, duhet të silemi si tillë. Por ama të ketë mosbindje civile. As të mosbindjes civile, fytyrimisht që Edi Rama do dorëzohet me kabinetin e tij. Kështu që do shkojmë në një qeveri teknike. Bllokimin e rrugëve, bllokimin e sheshëve, bllokim. Jam për bllokim. Gjithë masivisht. Mendoni se opozita, zoti Mërturi, ka nevojë për një riformatim ndoshta brenda saj? Unë mendoj që opozita me gjithë ato nuancat, ngjyrat e veta që ka të ndryshme, është e vërtetë, duhet bashkohen një herë në fillim për një qeveri teknike. Asgjë më shumë, vetëm kaq. Ky do të jetë programi. Të bashkohemi që shkojmë në qeveri teknike. Pastaj, pas qeverisë teknike, mbas meritokracisë, bazë votës një antar një votë, të banë zgjedhjet brendshme, zgjedhjet jashtme, në fraksione siç është ndonjë opozita, apo të shkohet në zgjedhje të parakoshme. Po në fillim duhet bashkim, protest, jo me djegje, kujdes, jo djegje, thyrje, plaçkitje kështu, po ama paralizim të vendit, që të shkohet në një qeveri teknike. Me qeverin teknike, të bëhen zgjedhjet të tjera të ndeshme, sepse pa na kushtoj më shumë, sinqerisht, vërtet zgjedhjet kushtojnë, edhe ekonomikisht, me jetim, kushtojnë goxha, por po na kushton shumë më shumë, çdo ditë që
vazhdojmë ta marrim Belinda Ballukun në pushtet e shumë tjerë. Tani s'po i përmend merat se unë nga Beqo te shumë tjerë që qetësojnë lashet e mive i shesin, shkon nëna me fëmijë 7-8 vjeç që e ka me leuqemie, thot s'ka ilaçe. Trohen disa shqiptarë shkakun tonë në Itali që vinë të kohë fëmijë e të afërmit e vet me mira. Me mira. Sinqerisht unë habitem me mirësinë që pas kanë pas e me durimin që pas kanë pas këta italianë. Me ne 30 vjetni që sjellim familjarët tonë për t'i pruar në Shqipëri. Shumë se 30 vjet. Po ballë 30 vjet, ja. Ne nuk jemi popullin e apo jo. Po kështu që them, çdo moll që ka kryemin brenda, ai kryemi duhet nxirret jashtë. Në këtë rast, kryemi është Belinda Balluku. Të nxirret jashtë të ballafaqohet me drejtësi, sepse një krym i bën më dëm mollës nga jashtë se sa të rrimë. Por që e shumë kryma tjerë që po e grynë Shqipërinë për e hanë palcën të ballafaqohen me drejtësinë. Nuk është perfekte drejtësia, ne e dimë që nuk është perfekte, po ashtu siç e kemi. Të ballafaqohen me drejtësinë. Bollu vjedhë. A nuk vjen keq, edhe juve si gazetarë, edhe të tjerë aty, që vërtet neve nuk mund shkojmë më kështu. Unë personalisht interesat mia personale, unë nuk kam. Unë jam këtej me familje, me jetë, me të gjitha aura, tash 20 vjet gati. Unë vjen keq për shoqërinë tem, sepse duket sikur rrotat që xhiron. Pasuron disa, sillet dhe pasuron i grup vogël, sillet pasuron i grup vogël, dhe kështu me radhë. Po shkret, ose iken ose ngelet ashtu mes katër rrugëve. Të shkosh në spital është merr. Shkosh në administratë është merr. Ka disa. Ke shkuar në përgjithë administratë si trajtojnë. Ose duhet njëftë diko që futesh para në dira masme, se më shërbime janë. Qartë. Pse rrugë kemi ne? Pse spitale kemi ne? Unë së pretendoj që ne të ndërtojmë nga aja Duomën e Milanit, për shembull, apo Koloseum, se këto i kanë ndërtuar. Po përvisojmë 30 vjet spitale, se nuk mund t'i sjellim përjetësisht të afërmit tonë Itali që shkruan e çrohen. Do t'i sjellim përjetësisht. Do mërziten dy burrat ata thonë, "Shefe se, kjo kushton, apo kushtojnë janë. Shërbime që kushtojnë shumë." Kështu që vendi vazhdon të lidhet. Mirë, zoti Mërturi, ndërkaq për ta mbyllur, ju keni qenë dhe pjesë e Shqipëria bëhet në mos gaboj. Si keni parë protestën që është organizuar nga ata pra përballë kryeministrisë dhe cilat janë objektivat e tyre? Ata janë heroj. Si ata do kisha dashur dhe me mira të tjerë. Unë kam shkuar 2-3 herë vetë. Pa si lloj, nuk jam bashkuar me ta sepse ata ishin portokallike gjyre. Unë jam bashkuar sepse Shqipëria kishte ngjyrën portokallie më pëlqen dhe më shumë. Jam bashkuar me kauzat, 4 kauzat kryesore. Ndër 2 më kryesore patjetër. Hapja e sistemit, zgjedhja e migrantëve, lirimi i administratës. Pse administrata çdo zgjedhje merret drejtor në telefon, ka ministra zëvendës ministra, të shtrëngohet administrata. Diti se ata persona që punojnë në administratë nuk pinë dot as i kafe me ta me të vetë që mendojnë ndryshe politikisht. Sepse spionohen, hapinohen, si në kohën e ati largë qofti. Vazhdojmë me spihuna neve akoma. Njëri nuk është i lirë me thonë mendimin e vetë. Politika është personale, është si puna e fesë. Është si çështje fetare. Unë ndihem i tillë, jam i tillë. Si nuk vinë këta Europian të ndryshojnë këta persona që jetojnë në komuna, që punojnë në komuna, në bashkie, në prefektura, sa ndryshojnë sjelljet si për kush. Dhe këta deklaruan dhe haptës. Unë jam për këtë, sepse kjo nuk më pëlqen, 1, 2, 3, 4. Person tjetër, arsyetim tjetër. S'keti si e imponon tjetrin, pse i ke dhënë i vend pune që të votoj të gjithmonë. Sepse kështu, po të ishin 80.000 administrat, disa i përcolla jashtë
forcë, disa tjerë kanë frikë rrinë nga frika. Kështu që unë jam bashku këtyre për këto arsye. Për 3 faktorë që tash. Për faktorë. Dua që ndryshoj Shqipëria, edhe i grupi i ri, derisa sa mos ketë molla të kalta aty, kur dalin molla të kalta ose të heqim ose të largohem unë, sinqerisht.